Nesër është dita kur punëtorët flasin, sa fort do të flasin varet nga ju. Ne do të jemi në rrugë, ju ftoj që të na bashkoheni. Kreu I lidhjes së sindikatave Slobodan Trendafilov me thirrje për të gjithë punëtorët që t'i bashkohen protestës së nesërme, ku pret pjesëmarrje masive. Ai thotë se revolta e punëtorëve është e madhe për shkak të qëndrimit injorues të pëndhënësve dhe qeverisë. Kërkojnë pagë minimale 600 euro dhe rritje prej 100 eurosh për të gjitha pagat e tjera. Ве молам да разберете дека другите не бројат и дека другите сметаат дека ако не дојдете им давате огромна поддршка да не ви ја зголемат платата и дека вие добро живеете и дека вие зборувате само за убави работи. Но реалноста е друга, не ги симнаа розовите ночари и затоа се гледаме на улица во 17 часот од пред символот на работничката борба, работничкиот дом. Protesta do të vazhdoj para kuvendit, odës ekonomike dhe përfundon para qeverisë. Nëse kërkesat e tyre hasin në vesh të shurdhët, sindikalistët paralajmërojnë bllokadat të institucioneve, por nuk përjashtojnë as grevë të përgjithshme në sektorin publik dhe privat. Trendafilov me apel që të mos I nënshtrohen kërcënimeve, ndërsa kërcënime ka marrë edhe ai vet. Облечете се топло, ставете капа, шал, и дојдете на улица во мракот со работниците за да не ве препознае никој доколку ви се заканува. Не треба на никој да му се плашите затоа што на никој не му должите апсолутно ништо. Им должите само на вашите семејства пристоен живот. Kryeministri Mickoski sot e përsëriti qëndrimin e qeverisë. Секој има право да си протестира. Ние минималната плата согласно закон ќе биде зголемена во март месец, односно со платите што ќе ги добијат работниците во април за март ќе биде зголемена согласно закон. Ние рековме секое решение што ќе го постигнат во тој бипартитен диалог синдикатите со работодавачите ќе го поддржиме. Nga Konfederata e Biznesit janë kategorik se sektori privat nuk mund të përballojë rritje pagash pa subvencionim të kontributeve nga ana e qeverisë. Доколку се зголеми платата за 6000 денари, во тој момент социјалните придонеси и персоналниот данок изнесуваат дополнителни 3259 денари. Но, дополнително на барањата од 12.000 денари покачување, социјалните придонеси и персоналниот данок изнесуваат близко до 6500 денари, односно тоа е енормно зголемување за 18.000 денари по работник. Sindikatat nga arsimi, kultura, mediat, industria, tregtia, policia, administrata dhe të tjera, nesër nga ora 17 I bashkohen protestës. Zyrtarisht një vendim të tillë mori edhe sindikata e pavarur e gazetarëve dhe punonjësve në media. Ata thonë se të dhënat tregojnë se më shumë se gjysma e punonjësve në media fitojnë nën mesataren, ndërsa 1/3 mbahen me pagë minimale. Edhe pse kreu I Konfederatës së Sindikatave të Lira Blagoj Ralpovski në emisionin Biznes 21 në televizionin 21 para një muaji deklaroi se do t'i bashkohen protestës për paga më të larta, ai sot nuk ju përgjigj pyetjeve tona. Në deklaratën e ditëve të fundit, Ralpovski u tërhoq tha se sektori publik ka marrë rritje dhe sa ata si sindikat vetëm do të bëjnë thirrje kush dëshiron të dalë.